Duket e habitshme për kushtet ku jeton popullsia shqiptare, por në vitin 2015, shqiptarët kanë harxuar rreth 250 milion euro në arte, argëtim dhe çlodhje. Sipas një studimi të Instat, qyteti që shpenzon më shumë për të argëtuar patyshim që është Tirana, me rreth 4.3% të totalit. Në kryeqytet, 62.4% e shpenzimeve të banorëve janë të përqendruara në argëtim, por ajo çka të habit nga ky raport i Instat është se vendi i dytë që shpenzon më shumë për argëtim renditet Gjirokastra, që më së shumti njihet për sensin e kursimit nga qytetarët. Gjirokastritët shpenzojnë rreth 2.3% të ardhurave të tyre për argëtim dhe çlodhje, ndërsa Tibranat renditen të fundit, pasi shpenzojnë më pak se çdo qytet tjetër i vendit për të argëtuar dhe çplodhur. Shifra e tyre zë rreth 0.6% të totalit.